Prokurorisë Publike Speciale i ka mbetur edhe 6 muaj për të ngritur padi penale kundër funksionarëve që dyshohen për vepra penale, sipas të ashtu quajturave bomba të opozitës. Për një pjesë të analistëve, Prokuroria Speciale duhet të vazhdojë së funksionuari, edhe pasi ti përfundoi mandati. Le të dorëzojnë padi penale në mënyrë që rastet të procesohen, sepse kanë kaluar 1 vit e 4 muaj, ndërsa janë dorëzuar vetëm 2 padi penale, të cilat vazhdojnë të jenë në procedurë. Mendoj se kjo është pak. Nuk jam nga ata që thonë se puna e Prokurorisë Speciale duhet të ndërpritet. Në fund të fundit kanë mbetur edhe 4 muaj. Po le të shohim se çfarë do të ndodhë për këto muaj. Sipas analistit Pandov, Prokuroria Speciale në këtë përbërje duhet të funksionojë vetëm edhe disa muaj, sepse sipas tij, ajo nuk e ka kryer funksionin bazë për të cilin është formuar. Megjithatë, ai shton se është e mundshme që Prokuroria Speciale të vazhdojë së funksionuari, por vetëm si departament i veçantë në Prokurorinë Publike Speciale. Prokuroria Speciale është jo kushtetuese. Nëse mblidhet gjykata kushtetuese, do të duhet që këtë prokurori ta shfuqizoj. Në anën tjetër, Prokuroria Speciale ushtron trysnin ndaj gjykatësve kushtetues, që mos ta vendos në rend të ditës. Nuk mendoj se do të vihet në rend ditor, derisa të skadojë afati i PPS-s. Të gjithëve u është e qartë se PPS është jo kushtetuese, por gjithashtu të gjithë kanë të qartë se në qoftë se PPS shfuqizohet, do të ndodhin probleme, gjë që askush për momentin nuk do të dëshironte. Mandati i PPS-s pas vitit të ri është në duart e përbërjes së re parlamentare, pasi përbërja e kaluar e hodhi poshtë propozimin e LSDM-s që asaj t'i vazhdohet mandati për të dorëzuar padi. Partitë shqiptare, por edhe opozita maqedonase kanë qëndrim të njëjtë rreth Prokurorisë Speciale, gjëgjësisht për vazhdimin e mandatit prej 18 muajve. Sa i përket ligjit që u përmend, vazhdimit të mandatit dhe ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, do ta citoj deklaratën e dhënë më 5 dhjetor të këtij viti në Universitetin e Evropës Juglindore nga ana e prokurorës Fatime Fetaj. Zonja tha, e keni pas, pyetja ka qenë, a keni pasur mbështetje nga partitë politike shqiptare? Thot, atëherë kur neve na duhej përkraja më e madhe për ligjin e dëshmitarëve të mbrojtur, ato nuk na mbështet. Ne kemi një nga pikat kryesore që ti bëhet mandati pa kufizuar, themelohet gjykata speciale. Theksoj se BDI është ndoshta fenomen në vete në faktin se është parti 10 vite në pushtet, e cila leqe ka mbështetur, ka përkrahur maksimalisht me gjitha institucionet e veta, po bilen këtë mandat ka dalë edhe me propozim për mandat të përhershëm të Prokurorisë Speciale, për shkak se ne nuk kemi çka frikemi prej Prokurorisë Speciale. Kemi thënë se gjithë shka që ka për ne ose për cilin do funksionar BDI-s, let del në opinion, let procesuohet, let shifet. Ashtu që në këtë drejtim ju kot e përdorni për shkak se ne jemi ata që kemi thirrë në punë. Edhe pse BDI paralajmëroi se do t'i mbështesë ndryshimet për ligjin e PPS-s, shumica e deputetëve të kësaj partie nuk ishin të pranishëm në seancë kur u votua për vazhdimin e mandatit të PPS-s. Megjithatë, disa prej tyre e mbajtën fjalën dhe votuan pro ndryshimeve të ligjit. Deri tani, në periudhë prej 1 viti, PPS hapi 9 raste hetimore dhe dorëzoi 2 akte akuza kundër qindra personave.